Të dashur telespektator, Shqipëria sapo u bë pjesë e Bashkimit Evropian. Një moment historik për të gjithë ne. Shqipëria do të marrë vizat pa kufizime gjatë javëve në vijim. Përgatituni të udhëtoni pa viza në të gjithë vendet e zonës Schengen. Ky status i ri do të ndikojë drejt për drejt në ekonominë tonë. Eksportet do të rriten. Le të dëgjojmë reagimet e qytetarëve nëpër rrugët e Tiranës. Shumë qytetarë shprehen me entuziazëm, ndërsa të tjerë tregojnë dyshime për sfidat e ardhshme. Ne kemi pranuar urime nga liderët e vendeve fqinje dhe ambasadat e huaja. Kryeministri i Shqipërisë dhe presidenti. Tani do t'i bashkohemi dy analistëve tanë për komente ekspertësh. Është koha për të parë hapjen e tregut të punës dhe adaptimin e legjislacionit me standardet evropiane. Sot shënuam hyrje në BE, liberalizimin e vizave dhe reagimet e ngrohta nga publiku. Tani presim përdorimin e fondeve evropiane dhe